pa u angazhu vazhdimisht me ble xhenetin Allahu xhelala, s'ka mundsi. Një shtëpi njëri e ndreq, thot 40 vet jam munu për çdo evlat. Çka shtëpi e kam bë. Edhe çka dyqan, edhe diçka të vogël. Para më në xhenetin e Zotit xhelal. A diçka interesant, na punojna për këtë dunjë me ndreq, të ditë se kena me lan. Çka më e keqja fatkeqësia, e ndreq shtëpinë prindi, e pastaj duhet më alon e vllai diçka se do. Pse thot ka dal moda ti bab. Po unë e thotë kam ndreq këtë shtëpi. Ti e ke ndreq ama do ti ka dal moda. Para më no ti e ke ndreq një shtëpi imrin e kigjeg për një dikant i cili që fatkeqësisht shpesh më ndodh që për imrin për një dikant i cili thot m'fal ama nuk i zamanit ti duhet më shku më shpejt. E para më no shtëpinë e Allahu xhelal në xhenet. Nëse kjo të ka kushtuar mund dhe angazhim, sa kushton ajo? Kjo e lloçit, ajo e altanit. Kjo është prej balte, ajo prej argjendi. Ka thonë pejgamberi alayhis salam, toka e xhenetit është pi arit. A mundi me para minutë ndëruar xhamatli, ju sot me pa një njeri, thot jam të dash me ndresh një shtëpi, as një tull mos më kanë jashtë altanit. Çfarë thonë ana? Valla lekët mund të kursën e bën. A zmbrejti se ne ka po. Pse? Këtë altan. Po sa vet mund të më jetu? Sa të 100 vjet. Po të garantoj 1000 vet me jetu të altanit se në ndreq. Pse? A di sa altan duhet me ndreq të një shtëpi altanit? Sa altan duhet? Sot njeri mi pas 1 kilogram altan, su në fler rahat të shtëpia. Me sigurim të flet. Para më një njeri do me bo shtëpinë pi altanit. Nuk e loj rahat. E besimtari kur ta vendose qëllimin, ti realisht, a di shka i tu li kur lip xhenet. Ti thon njerëzve unë shtëpinë se du pillosh, e du pi altanit. E tash kur thush pi altanit, do të thonë, puno. A e do shtëpinë pi altanit? Ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, edhe ajo lloçi që kanë ngjitën ato tullat me mezveti, asa ti s'kolloç. Krejt është prej miskut, krejt është prej zafranit, safranit, krejt është prej arit dhe argjendit, nuk ka atje pos diçka e cila ndryqon. E për këta duhet me punu të ndëruar xhamatli. Ka thënë Allahu xhelal në Kur'an, "Qul i'malu fa sayarallahu amalakum." Thu ju punoni, Allahu ka me pa veprën e juve. S'ka xhenet pa punë. S'ka xhenet pa punë. Andaj prej gjërave më të shumti që shkakton kaotizëm sot të njerëzit është se ata mendojnë me bë xhenetin Allahu xhelal pa punë. Kur që ka në Allah të sejde, kur që ka falë namaz, kur që ka agjerue, kur që ka bo haq, kur që ka dhonë zeqat, i ka shkel këtë haramët, thot në gjenet ki, në cilin gjenet. A më në para mu një njeri, kur 2 dinar që ka pas në gjepin e vetë, kur që ka punue, ama i kish një 10 shpia, i kish një 10, jo besë mundë, nuk ka mundësi. Andaj kështu është edhe akireti shembulli Allahu xhelal është më i larti. Duhet vepër dhe veprat largon